e ardhmja Kristian Aslanit duke gjithnjë më shumë larg Interit, kur ishme fushori si kaltërve Benoit Kue nuk nguron të thurë elogje për futbollistin shqiptar. Sipas tij, Aslani është një lojtar me cilësi i cili ka pësuar një progres të vazhdueshëm në këtë periudhë, edhe pse nuk ka pasur hapësirat e duhura në dispozicion për të fitur. Aslani është një djalosh me cilësi të rëndësishme, nuk ka pasur shumë hapësirë, por mendoj se edhe ai është rritur. Përveç kësaj ka dhënë gjithmonë kontributin e tij kur është thirrur në detyrë. Është e qartë se mbase do të dëshironte të luante më shumë dhe imagjinoi që në këtë finale kampionatit do të ketë më shumë hapësirë sa fillimisht ai. I pyetur nëse Ricci Torinos është një profil që i bën punë Interit, Koe nuk ka dyshime. Ricci është një mesfushor shumë interesant, thuajse një titullar i përfaqësueses italiane dhe është një lojtar në lartësinë e Interit. Mund të jetë edhe si një mesfushor pak më i avancuar, jo vetëm si regjizor i tërhequr. Si ai edhe Aslani mund të jenë në ardhmjes i kaltërve, deklaroi ish lojtari francez i cili fitoi kupën UEFA me fanellën e Interit.